Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar të pranishëm zotëri kryetar i Bashkisë Islame të Kosovës, musafir pa nda me emra, të gjithë paqifaqen e bardhë, dhe të gjithëve ju përshëndes dhe ju falenderoj sinqerisht për pjesëmarrjen tuaj në këtë aktivitet që i kushtohet 40 vjetorit të përkthimit komplet të Kur'anit Kerimit në gjuhën shqipe. Me praninë tuaj, me këtë rast, keni nderuar Kur'anin Kerimin, keni nderuar Bashkinë Islame të Kosovës, më keni nderuar edhe mu, e keni nderuar edhe vetveten, sepse i nderuari ditë të nderoj. Kur'ani Kerim është themel edhe kulm i islamistikës. Rrjedhimisht edhe në kulturën shqiptare gjithashtu është bosht i islamistikës shqiptare. Përkundër faktit se shqiptarët kanë kultivuar fenë krishterë edhe fenë islame nga shekulli i parë, krishterimin, nga shekulli 14 e këndej islamen, librin e shenjtë nuk e kanë pas as Injilin, as Kur'anin nuk i kanë pas gjuhën e tyre. Tek në shekullin 20 bëhen me libër të shenjtë në gjuhën e vet anëtare. Në gjysmën e dytë të shekullit 20, më saktësisht në vitin 1985, kanë në dorë Kur'anin komplet të përkthyer shqip, e një 10 vjet më pas edhe Injilin të përkthyer në gjuhën shqipe. Bibla, emërtohet Bibla sepse përfshin edhe burime tjera. Unë sot edhe Bashkia Islame e Kosovës kemi më shumë arsye edhe të drejtë të jemi të lumtur, jemi të privilegjuar që shënojmë rrugtimin 40 vjeçar me përkthim të Kur'anit komplet. Shënimi i këtij përvjetori e bën edhe më të veçantë fakti se 40 vjetori i përkthimit të parë komplet në gjuhën shqipe është me gjithë përkthyesin këtu. Ka dashur Allahu që edhe unë ta pres këtë përvjetor, gjë që më bën të ndihem i lumtur dhe krenar. Allahu na adhuroj për këtë nimet, kurse organizatorin, Bashkinë Islame me argateve, drejtorinë dhe bashkëpunëtorët të tjerë, u shpreh mirënjohje, i falenderoj sinqerisht që kanë tregu këtë respekt. Jo vetëm ndaj Kur'anit, por edhe ndaj përkthyesit. Përkthyesi edhe botuesi i vitit 1985 kanë arsye të jenë të lumtur dhe të krenohen sepse në këtë botim gjuha shqipe radhitet me gjuhët e botës, të cilat gjuhë kanë librin e shenjtë në përkthyer në gjuhën amtare. Po ashtu, nga ai vit Kur'ani është bërë pjesë e literaturës që edhe u përmend se rrjedhimisht do të dalin disa përgjigje të thorazi, unë i falenderoj, nuk u ndala veçanërisht të falenderoj edhe kryetarin e Bashkisë Islame, edhe zotëri Hysenin, edhe të tjerët që janë shpreh më herët, por rrjedhimisht dalin disa përgjigje aty, i falenderoj të gjitha, sepse u bën atëherë pjesë e literaturës për student edhe për studius të albanologjisë, të historisë së kulturës shqiptare, edhe të islamistikës. Për vonesën e përkthimit të Kur'anit në gjuhën shqipe, dhe jo vetëm në gjuhën shqipe, por në disa gjuhë, edhe të Ballkanit, edhe të Evropës, edhe të botës, kryesisht të vendeve islame, njëri nga shkaqet, e mendoj unë, është një lajthitje se Kur'ani nuk mund të përkthehet dhe nuk duhet të përkthehet, por vetëm duhet të komentohet. Një mendim, një shprehje që nuk qëndron. Kur'ani përkthehet edhe komentohet. Tendencën për mos me përkthy Kur'anin në gjuhë të huaja, në gjuhë tjera, do të më lejoni vetëm në original, nuk ndalem shumë mos u vënoj te përkthimi që më ka dhënë mu në fillim, më ka shtru rrugën, që të heca asaj rrugë, është ajeti Kur'anit në surën Bekare, të cilën nga viti 1976 e kam pas për bazë
që duhet të vazhdohet përkthimi i Kur'anit. Esta'idhu billah, atje e keni innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Jam përpjek ti mallkimi. Është mallkim, Allahu i mallkon ata që e fshehin Kur'anin, që e mbulojnë Kur'anin. Tendenca që duhet, e ka diskutu Muhamet Ferit Vezdi këtë, nuk e kam bërë unë, po unë kam shku mbas Muhamet Ferit Vezdit, se ata që duhen të njihen me Kur'anin, duhet të mësojnë gjuhën arabe, ka pasoja tendencioze. Muhamet Ferit Vezdi, Zoti e pas shpërblyj me xhennet, mu ma ka hap këtë rrugë, edhe jam përpjek, me zi këta dashamir mande që të ikim kësaj përgjegjësie, mos e mshelin, sepse mos përkthimi është në një farë mënyre, një farë mbulimi, është një farë fshehje. Në punën time kam ndjek dy parime gjatë kësaj punës time. Përkthimi sa më i sakt, i afërt, sa është e mundshme me tekstin origjinal, për çka është rrezikuar bukuria në dobi të saktësisë. Dhe tjetri është transkriptimi sa më i sakt i emrave të përveçshëm që janë në Kur'an. Këta janë çështje që ndoshta mund diskutohen tjetër herë mund të thonë më hollësisht, nuk duhet shumë me u ndal, por këta parime që i kam mbështet në teori të dëshmuara të fushës së përkthimit, i ruaj edhe tash pas 40 vjetësh. Kam vënë re ribotime të përkthimeve tjera të Kur'anit, nga përkthyes tjerë të respektuar, sigurisht që kanë bërë punën e vete, dhe i kam vlerësuar si veprim jo korrekt, jo të gjithë. Por kjo diskutohet tjetër kund, por i kam vlerësuar jo korrekt sepse kanë lajthitje ikin nga fryma, ikin nga baza e Kur'anit. Unë vazhdoj që të ndryoj edhe sot në parimet e përmendura më lartë. Mbaj përgjegjësi vetëm për 4 botimet e përkthimit tim të realizuar në letër 1985, 1999, 2015 dhe 2024. Versionin elektronik të përkthimit tim e lej në përgjegjësi të ekspertëve të fushës përkatëse. Jam i lumtur dhe adhuroj Allahun që më ka mundësuar të vej një gur në kalan në ndërtimin e islamistikës shqiptare me Kur'anin dhe me hadith. E dëgjuat gjersimin edhe Dr. Naim Tërnava se islamistika pa Kur'an dhe pa fjalë pejgamberit nuk bëhet, edhe nuk bëhet në bazë të përkthimeve, përkthim pas përkthimi. Islamistika shqiptare zën fill në Tiranë, vitet e 20 me Hafiz Ali Korçën, Hafiz Ibrahim Dalliun, pjesërisht edhe me disa tjerë vokopolën e ndoj tjetër, por kulmin islamistika e kam rrit në Prishtinë, në vitin 1985, periudhën 2014, kur në Prishtinë është realizu përkthimi i Kur'anit komplet, kolekcioni i Buhariut komplet, i Muslimit pjesërisht kam vetë. Kjo është çështje që më jep kurajo, edhe çka të kemë shëndet e mundësi me vazhdu dhe ma tutje. Po kjo në të njëjtën kohë, ky akt i sotshëm edhe më obligon moralisht. Dhe do shfrytëzoj rastin që këtë rast edhe një herë të shpreh falënderimin dhe mirënjohjen time të gjithëve atyre që kanë kontribuar në këtë rrugtim 40 vjeçar, personalisht ose institucionalisht, veçanërisht. Meriton respekt të veçantë Bashkia Islame e Kosovës që realizoi botimin e parë 1985 edhe botimin e tretë 2015. Vetëm Allahu shpërblen me merit. Ne vetëm mundemi të lutemi që të gjithë ata i gjithfuqishëm, i gjithëpushtetshëm të shpërblej me merit si din ai. Gjithashtu edhe botuesit tjerë, botuesin e dytë, botuesin e katërt, të gjithë bashkëpunëtorët tjerë, lektor, korrektor, redaktor teknik, edhe ndonjë me sigjyrime, edhe me
me ndihmesa të ndryshme, qofshin të shkruara ose qofshin gojore, I falenderoj të gjithë, edhe shpresoj në ndihmën e Allahut edhe në mëshirën e Atij që të gjithë i shpërblej din ai. Unë për të gjithë shpreh respekt, të gjithëve ju uroj shëndet, suksese në punë të reja, festofshi edhe shumë përgjithëtuar tjerë 3 shifror, të kaluj me 40, me 50, 60, të kalofshi në festime 3 shifrore, bashkërisht të gjithë në një rrugë, ashtu si u urdhëron Kur'ani, wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do të ndalim profesorin edhe pak, edhe 5 minuta. Ani. Duke falenderuar për fjalën e tij, e gjithsesi Zoti e shpërbleft për kontributin e tij edhe ndaj Kuranit edhe ndaj Sunetit. Një befasi do t'ja paraqisim për herë të parë sigurisht profesorit, e ftojmë imamin Usamedin Abazi që ta paraqes këtë befasi. Ju faleminderes për krejt, po mos më kushtoni shumë. Jo, inshallah, përkundër, një surprizë të veçantë. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vërtet është një surprizë e veçantë, është fjala për vetë botimin e 85-s, domethënë përkthimit të profesorit Feti. Ky ekzemplar, më konkret, jo votimi I gjithi, ka shku në Jordan në vitin 1990. Edhe përmes hoxhës Mahi Efendi Hysejni prej Tetovës. Edhe është dorëzue hoxhës të madh, dietarit botëror Vebi Sulejman Gavoxhit. Edhe nga gëzimi që e ka përjetuar për përkthimin që u bë edhe në gjuhën shqipe, që tregon hoxha Rahmetliu, domethënë Mahi Efendiu I Tetovës, thotë se në atë moment që e ka marrë, ka shku në shtëpi. Edhe nuk ka dalë prej shtëpisë derisa e ka lexuar komplet, përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe. Jo vetëm se e ka lexuar, po vërtet ka bën një punë të tepër të çmueshme, kisha më thonë edhe cilin, jo vetëm se lexim, po studim. Edhe me vërejtje, domethënë lexim kritik, që thonë, e që I ka regjistruar në këtë ekzemplar që ja ka dhënë, që ja ka dhuru domethënë profesor Mahiu, hoxha Mahiu. Edhe I ka bë vërejtjet drejt për drejtin në këtë ekzemplar, komplet domethënë surët, komplet Kur'anin e ka lexuar me kësi studimi hoxha jon pra Vebi Sulejman Gavoxhi, inshallah Allah e ka mëshiruar. Kjo ka ndodhur të 90-ën, 91-ën. Tash pse ka mbet ky Kur'an, çush u bë kjo me orë sot? Domthonë vërtet është pyetje ligjore me shujt apo kur të Zoti I thehen rregullat që din njerëzit, nuk janë tona. Ashtu është, ka fjalë. Spezjati shumë. Domthonë hoxha I nderuar normal e ka marrë këtë amanet, se pasi që e ka kry punën Sheh Vebia, ja ka dorëzuar prap. Domthonë Mahi Efendiu te ka thonë me marr edhe m'ja dorëzu thot përkthysit të Kuranit këtë ekzemplar. Normal, ai kishte pas probleme në atë kohë, edhe 10 vite nuk është thyer në Maqedoni. Për shkak probleme në Maqedoni në atë kohë. Domthonë edhe I ka kryer studime tek mas I ka dikun 2000 që ka kthyer dhe Mahi Efendiu në Tetovë. Edhe kur u kthy, normal tash 10 vite janë bë literaturën që e ka pasur, çdo student që kemi studiuar atje, ka marrë, ka sjell këtë literaturën që ka pasur me libra të tjera, e ka harru pak a shumë, domthonë që thotë se e ka edhe këtë amanet prej Sheh Vebis, edhe I ka mbet në bibliotekën e tij personale deri në Ramazanin e kaluar. Faktisht para Ramazanit, 2 javë para se me ndroi jetë Rahmetliu, domthonë Mahi Efendiu, 2 javë para se me ndroi jetë, djali pas ka jetuar në Tetovë, ky pas ka jetuar në fshat. Edhe e thret djalin e vet Xhihad Efendiun, është ai prej hoxhallarëve sot në Tetovë, djali I ri. Edhe I thot, këtë amanet thot kështu, domthonë e kam që vërtet më kam mbet se një detyrim që e kam pas, po të cilin se kam qenë vend, thot tash po ta dorëzoj ty. Edhe faktikisht I ka shkuar deri në shtëpi. Se ka leju ato me ardh, po ky vet, domthonë plaku, hoxha. Edhe thot po ta dorëzoj ty, thot prej këtij momenti, më është amanet joti, jo jemi. Thotë mja përcjell thot profesorit, mja përcjell përkthysit të Kuranit, edhe prapë edhe ky pak e vonej, prej Ramazanit domethënë kalon. E këto mund ka ardhur në dorë të dielën, ai nuk e ka ditë fare që është kjo akademi që organizohet sot. Drejtë më thonë, masi merr
ftesa pe zotin Ramadanit, e mendova se unë më herë ndiva përgjegjësinë drejt, më thonë, ne tonë në ju thirr me në telefon me ardhmë jam dorëzu, profesor. Po masi ishte akademia, thash vërtet po e lu për me qenë një surprizë, edhe për profesorin, po edhe për gjithë neve. Prandaj inshallah don Allahu xhashanu e shpërblen edhe Sheh Vebin për punën që ka vënë, që madhore do të në historinë e tij, po edhe për këtë punë që vërtet unë e kam shtetuar profesor bukur shumë. Edhe jam i habitun me vrejtjet që i ka dhënë me do të çastin që ka pas, jam i bindur që është një pasuri vërtet edhe për juve personale, po edhe për ne të gjithë. Allah inshallah e shpërblen ato, po edhe juve urime edhe një herë profesor. E pak ta vanuva 3 ditë, po mas jo vanu disa vjet, edhe 3 ditë që ka vanu besoj nuk ka shumë. Ty falenderës, edhe gjithë falenderës, për këso befasish unë jam hala qëndroj. A mund qëndroni ju. Por kështu. Ndjek keq që nuk e kam pas nduar deri tash, po është e mundme që këta shënime që i ka bën imam i nderuar atje mi kanë bën dhe tjerit, që janë përfshi në botimin e dytë, në tretë, se i katërt nuk ka ndryshime, është botimi i dytë, po sigurisht. Kam edhe 2-3 raste tjerë kësaj të njohur ose të pa njohur. 2 kam të njohur. Edhe njënit ja kam kthy atë borxh që hiç pa u njohur. Ka marrë ka lexu, edhe kur ma ka dhënë imi marrë vesh kështu. Ti mërë shënimet dhe ja kam kthy, shënimet i kam marrë, i kam përfil, çka është dash për të përfil, se natyrisht, se cili ka ndarin e vetë, po unë kam përfil shumë gjana, e tash, kjo ameneti që ka arë këtu të unë, a do të merremi vesh, a do të ma lesh mu, se unë ta lën edhe ty të arrush, nëse unë kam jetë, edhe bëj pa botim tjetër, ti shof edhe këta, I ka shënu shumë rregull, duhet me I pa qëndruar. Edhe vetë xhihadi kishte dëshirë. Edhe unë boll kisha pas dëshirë, po jo, përkundazi kjo ju takon juve, ai faktikisht ka dërgu juve. Atëherë do të ndodhi jetën, prandaj ju mbetet juve. Atëherë ky duhet të jetë në tjetër vend, pra për bibliotekën time e tjera. Shumë ju falenderës. Gjithë mirë, gëzon, faleminderit shumë.